ai është i dyshuar, në pronën e tij janë gjetë armë të cilat i takojnë një njësi të terrorist, për këtë ai duhet të paraqitet dhe të përgjigjet para ligjit. Por shef, kjo është tash pjesë e hetimeve gjithë përfshirëse, është e qartë se kjo është pjesë e grupeve të ndryshme të cilët herë janë marrë me krim, herë janë marrë me terrorizëm. Ky ka tentuar që me dërtu një imazh të kinse një opozitarit, po realisht dëshmit faktet të regojnë se kjo është i përfshirë në aktivitete kriminale terroriste dhe duhet sa më parë që të përgjigjet para ligjit duke u dorëzuar dhe pastaj prokuria së bashku me policinë. Kisha fjallin për Nemanja Radivojević. Nuk po flas vetëm për këta, po flas edhe për shumë më gjërë. Ky qoftë si veprimtari, qoftë si shoqërim, qoftë si familjar, është pjesë atyre grupeve terroriste dhe patjetër që çdo dëshmi, çdo informat duhet të procesohet në mënyrë që rasti të përmbyllet suksesshëm dhe të mos lihet hapësirë për asnjë lloj dezinformimi, keqinformimi, tendence, tentim për të mbrojtur me quasi kauza